Përshëndetje të nderuar teleshikues, sot në intervistën zgjedhore këtu në Kosova Press kemi kandidatin për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, zotëri Gjevdet Pantina. Përshëndetje nderuar, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Po nisim me kandidimin tuaj, janë të flet më shumë rreth kandidimit. Pse vendosët të kandidoni në këto zgjedhje? Po kur tashti po e lidhi pak mirë ma kronologjike që dalë edhe deri te pyetja që e vera, kur Kosova ka pas nevojë më shumëti për njerëz adekuat që ju kanë dashur të vendit, jena konë të involvuar gjithë edhe si familje. Do thotë prej qerdhave apo prej bazave kryesore të ushtrisë lirimtare të Kosovës ka qenë edhe shtëpia ime një periudhë kryesore të celula të para, ka qenë edhe prindi im. Edhe vllau dëshmor Ahmeti që kem dhënë për këtë liri që jetojmë sot. Unë kam qenë i involvuar në politikë edhe më herët në 2007 kam qenë edhe asamblesti komunës e Klinës që e kum po të domosdoshme edhe në atë kohë i qasna politikës. Sot në çfarë situate po gjendet vendi ynë e poshtë arsyeshme dhe të domosdoshme edhe me ftesën e mezhve patjetër që të qasim politikës, sepse po e shohim domosdoshmë që gjithçka është tu stagnuar në këtë vend, është gjithçka tu deformuar në këtë vend, dhe e kemi obligim të paktën për atyre dëshmorëve që e kemë ndërtu këtë shtet dhe e kemë bë këtë shtet, dhe tash ti mendoj që mundja me bë pak më të mundshme, më të mirën, të paktën t'ia kthejmë dinjitetin këtij shteti. Në cilën fushë po i shihni më shumë këto stagnime? Po, nuk e di një fushë që mundem me cikë që ka diçka përmirësim. Tash të morëm të infrastruktura, qeveria PDK-s asaj kohë udhëhequr nga Hashim Thaçi ka shtru me qindra mira kilometra asfalt, ndërsa ne vetëm këtë vit, do thotë në janar, ra një borë vogël edhe qeveria Kurti as nuk mund të mirëmbante me zallë dhe krip. Apo thjesht nuk ishte mundësi që ti rregullonte edhe vija të bardha nëpër autostrada. Stagnimi infrastrukturore. Unë vi prej komunës së Klinës, në fshatin Pullarea. Projektet që kanë qenë super gjigante, domethënë me qeveritë e kaluara ky kanë ndërprej, ka stagnu dhe tash ande janë aty. Tash është edhe problemi edhe të rruga Gjilanit e Mitrovicës. Domethënë ka aq punë që e ka deformuar prap këtë shtet, tani tu fillu domethënë në gjitha segmentet ka stagnim, në gjitha. Çka është më shqetësuesja edhe penalizimi që na ka vënë nga meqtohet ndërkombëtar që faktikisht ata na kanë ndihmuar edhe ta ndërtojmë këtë shtet. Do thotë nuk e di në segment që mundë me folë, me thotë që e ka vënë rregullim politikë është kjo, mirë po me të vërtetën e ma dëshirë kisha pas se Albin Kurti t'i punonte autostradat dhe ne të vinim me një projekt ma konkret që do të bëni më mirë po esenca është që këtu nuk është punu asgjë. Ama zero, asgjë, vetëm stagnim, varfëri, frikë, panik, edhe këtë narracion e ka sjellë qeveria me emrin Albin Kurti. Në rast se do të zgjidheni deputet, cilat do të jenë projektet, prioritetet që do t'i shtyni përpara? Unë vi edhe nga fusha kulturës, projekti para, apo iniciativa parë që do ta marrëm edhe si grup parlamentar apo edhe si deputet nëse zgjidhem, nëse morëm besimin e popullit, kjo gjakderdhja financiare që bëhet nga kjo qeveri, apo kjo lemosha që keshpërdoret nga qeveria Kurti për blerjen e votave. Këtu janë disa hapa, ne më mirë është të rregullojmë disa gjëra me ligje dhe me baza tamam si duhet, se sa të keshpërdorim domosdoshmë në këtë nivel buxhetin e qeverisë së shtetit. Sepse edhe është buxhet i vogël, edhe një popull të vogël, edhe inflacioni të mëdha globale. Dhe këtu janë ato hapat e parë, shif, është gjithçka në zero. Çdo gjë që do bëhet ka me reflektu fill. Sepse ky e ka stagnuar, nuk e di, qofsha e gabuar, mirë po ne shoh domosdoshmë si një misionar tamam për shkatrimin e shtetit. Ju i përmendët edhe raportet me Amerikën, gjatë qeverisjes të Kurtit. Si keni pa ma konkretisht? Tashti, kur... Duke përfshirë deklaratat e Kurtit që thuj se veç thot që i kanë raportet e mira. Populli fatëbarësisht nuk është naiv. Na po flasëm aleancat kur janë kriju me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Po e morën domthonë presidentin e asaj kohe, Hashim Thaqin, Kadri Veselin, që ata disa janë të ri. E themelun ushtërinë qeverimtare të Kosovës. E fillun luftën, e fitun luftën dhe i bindën në aleatët. Ndërsa gjithë këtë infrastrukturë që e ka zoti Kurti, edhe me na shkatru me Amerikën, edhe me na shkatru me miqtë tonë ndërkombëtar, ka shumë arsye dhe shumë fakte, po unë mendoj që populli mo nuk e hanë këtë karremin e tij Amelika që Amelika, ku e di unë domosdoshmë këtu fjalë banalet e tij, që ndoshta po bëhem edhe tepër ty e citu, mirë po është mbulfat ky vend, kjo skenë politike, është kontaminu gjithçka me fjaloren e tij. Domosdoshmë pa e kursy as Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne kemi qenë pjesë e luftës, unë jam vetë vëlla dëshmori. Baza e ushtrisë ligjore të Kosovës në rajonin tonë ka qenë në familjen time. Mirë po, pa mbështetjen e tyre nuk ka pas shans që ta shijojmë në këtë ri. Nuk do ishim dorëzu, do i vërejtshëm ndoshta të gjithë. Mirë po, liri nuk ka bukur problem. Dhe këtë kanë arrit disa djemtri për me vinë në Amerikën. Ndërsa tash me infrastruktura me të gjitha, me njohje me të gjitha, edhe ky me ardh deri në atë me prunë vendin tonë, vendin e Kosovës me hinën sanksione dhe mu preashtu prej shumë organizata ndërkombëtare, këto ka po vetëm një misionor edhe ai ka emrin Albin Kurti. Çka dallon Partinë Demokratike të Kosovës programin nga partitë e tjera? Po shumë çka, shef, Partia Demokratike është të morëm prej gjenezës, kush janë themelues të Partisë Demokratike, apo kronologjia e shtetërtimit të Kosovës. Ushtria qeverimtare e Kosovës lidhet gjithçka me Partinë Demokratike të Kosovës. Ata djem që e themelun ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Ata djem e themelun edhe diplomacinë të ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Ata djem e krijun dhe Partinë Demokratike të Kosovës. Programet e Partisë Demokratike të Kosovës që nga fillimi, edhe sot aktualisht me krye Bedre Hamzën, janë specifika që e ndihmojnë popullin mirëqenien e tyre. Tash ti morëm për bazë kronologjikisht, domthonë PDK-n, Partinë Demokratike të Kosovës, është ajo, shive kanë pas edhe më herët edhe parti tjera. Mirë po atë ditë që e pat mundësinë dhe ja dha besimin populli, u shpall edhe pavarësia e Kosovës, që sot e gëzojmë, kemi njohje ndërkombëtare, jem të antarësuar në për shumë organizata ndërkombëtare dhe kjo është ajo merita e Partisë Demokratike të Kosovës. Ne jem gjithë nuk jemi edhe shumë të vjetër në atë kuptimin, mirë po edhe është shumë e freskët dhe më kujtesa se si në çfarë valte ka qenë Kosova, çfarë infrastrukture ka sot. Na jemi dëshmitarë të kohës dhe këtë ndryshime ka ndodhur në qeverisjen e Partisë Demokratike të Kosovës. Është domosdoshme patjetër që ta merr Partia Demokratike e Kosovës, sepse varfria e ka kaplu këtë popull. Propagandat e ndryshme që janë, apo ato narrativat që i ka kriju vetë vendosja, unë mendoj që vetëm programet dhe leadershipi i Partisë Demokratike të Kosovës mund të zbërthej dhe të pastroj nga kjo situatë të mërshme që i ka futur edhe popullin. Unë e shoh është shpëtimtarja e Kosovës. Ti jem shumë sinqert, ju që jam pjesë e garës nga Partia Demokratike e Kosovës, mirë po është edhe dëshmia e vazhdueshme deri te aktualiteti i sotëm. Unë mendoj që gjithçka lidhet mes shtetit dhe Partisë Demokratike të Kosovës dhe hapat gjigant të mëdhaj që i merr për shtet ndërtim është vetëm Partia Demokratike e Kosovës dhe leadershipi i saj. Ju e përmendët varfërinë, ikjen e të rënjeve. Konkretisht, Partia Demokratike e Kosovës, çka do të bëjë me këtë? Po, na kemi një program specifik, sidomos për gjeneratat e reja dhe më për subvencionimin e tyre në për biznise dhe në për talentet e ndryshme. Tash, nëse e morëm subvencionimin e Ministrisë së Kulturës. Ministria e Kulturës i hap disa që dhe më që janë përfiter doja, motra, nipi, halla, ku e dion dhe më dhe me miliona. Ja gjak derdje me Partinë Demokratike të Kosovës ndalet duke i ofru gjeneratat të reja, sidomos gjeneratat të reja nëse kanë projekte konkrete, për kulturë, për çka do të qovë, domethënë vetëm thjesht le të jenë kreativ dhe e kanë mbështetjen nëse e morën pushtet tamam si duhet dhe e kanë mbështetjen institucionale edhe për në arena ndërkombëtare. Kosova ka talent të rinj. Mirë, po kur e shohin domethënë që është gjithçka e kapur nga kjo qeverisje, ndoshta detyrohen edhe të dalin jashtë. Nuk janë ndoshta edhe shumë luftarak.
Mirë, po me menaxhimin e qeverisë në kuadër të Partisë Demokratike të Kosovës, unë mendoj se këto gjëra ndryshojnë dhe nuk i krinia më prej këtuajt. Na e kem bën një farë bazamenti të jashtëzakonshëm që është reale, është që prekum çdo ditë dhe shijojmë çdo ditë. Mirë, po politikat agresive, sidomos ndaj popullit dhe lëmosha që e bën apo me fyrjet që i bën domosdoshmë te familjet tona të çdo i ri, kjo është fyrje. Nuk e subvencionon një student, nuk e subvencionon domosdoshmë një artist, nuk e subvencionon një sportist. Në mirë, po e gjon një farë lëmoshe për blerjen e votave. E të Partia Demokratike këto gjona kanë mund ndalu, jo lëmosh, po nëse ke ide konkrete dhe plan konkret, Partia Demokratike do të rrinë ofër secilit. Ama bashkë secilit, vetëm le të jenë projekte kreative dhe të prekshme, dhe jo lëmosh. Jam për raste sociale, kem gjona ndryshme, mirë po edhe ato më rregullu me ligj. Jo vetëm sa herë po kem zgjedhje, vazhdimisht domosdoshmë po fillojnë këto lëmoshat apo vitrat apo çysh më quajnë vitrat qeveritare. Jemi në kohë fushate, si e keni vlerësu deri tash fushatën që është duke bërë, si nga partia në pushtet, po ashtu edhe nga opozita? Po, A është tu bë një gare drejt? është një dallim i jashtëzakonshëm. Partia Demokratike e Kosovës po shkon me plane konkrete, me projekte konkrete. Ndërsa zoti Kurti të moshë imitimi i Mao Tse-tungit, apo i liderëve komunist, nuk e di deri në çfarë drejtë ka arrit ky njeri, mirë po unë e shoh shumë të frikshme partinë e vetëvendosjes domthonë me këto zona, as ma tepër ky ofendim që i bëhet popullit. Shef, populli i Kosovës është inteligjent. Populli i Kosovës ka vujt shumë për shumë gjona. Populli i Kosovës nuk e lejon komunizmin. Populli i Kosovës nuk e lejon këto gjona. Unë e kam të qartë domthonë që ky e ka arrit mendimin e shteteve që përkrajnë qofsha i gabuar, e ka arrit atë narracionin domthonë për me kushtimisht në ndërrim të sistemit. Mirë po le të harron këtë. Le të harron, jem në Evropë, jem popull vigjilent. Ndoshta edhe këtu votat e vetëvendosjes që shumë dyshoj që nuk janë reale. Qufsha i gabuar, prap nuk po hinë detale, mirë po... Në çfarë aspekti po mendoni që janë reale? Po s'janë reale, se unë po dalë në teren çdo ditë, dhe unë po e shoh domthonë përkrajen e Partisë Demokratike të Kosovës. Nuk e di ka i merr këtu 50%. Sinqerisht po, unë jetoj çdo ditë me popullatën. Jam edhe mësimdhënës, edhe vazhdimisht kem tema të ndryshme. Të paktën 2-3 duhet me konë nga ajo parti. Mirë pas njëherë nuk e hasin në një parti. Nuk e di edhe ka këtë grumbull të votave. Po mendon që janë vjedh vota? Pa tjetër, jo vjedh, po është një vjedhje mekanizëm, sidomos të votat e diasporës. Se kisha rastin edhe të shkoj edhe në diasporë, dhe është krijuar narrativa jo diaspora. Jo, dhe diaspora nuk është në ta. Edhe diaspora nuk i përkra këto gjakderdhje financiare që janë të ndodhur tash. Me të vërtetë është më çudit se nuk jam marrë shumë me politikë, sepse jam marrë me jetën akademike dhe artistike. Mirë po tash kur po shoh dhe po e prek realitetin, unë po shoh domosdoshmë se ky është një qufsha i gabuar. Pra po them, mirë po në teren çka po shoh, nuk e di ka i merr këto vota. Nuk e di, ju përshifni edhe vetëm unë shkon manipulon fëmijë me recitime, me fjalë banale, me si gjona. Sa jem këtu, si e ke pa vajzën në fushatën e... Është të tmerrshme, është përkeqardhje. Edhe ligji i KCZ-s i ndalon këto gjona, po është të tmerrshme, definitivisht është të tmerrshme. Mu vjen keq për sa ata fëmijë janë shumë simpatik, shumë mirë edhe ato familje, shumë mira patjetër. Mirë po, kjo është ai mekanizmi i diktatorëve. Kjo është ai mekanizmi tipik i diktatorëve kriminalë, se ka dhe diktatura të modë që e kanë zhvilluar edhe vendet. Mirë po, kjo është aja ego e tij personale, është shqetësuese. Definitivisht është shumë shqetësuese. Unë mendoj që ky njeri ka nevojë definitivisht për një trajtim special.
Mos posta edhe në Kosovë, sigurojmë edhe në Greqi apo në Rusi, ku do të Në çfarë aspekti po ndodhi? psikologjik, psikiatrik, patjetër. Nuk s'ka simptomet e njeriut normal. Kështu definitivisht unë e shoh, unë jam shumë i shqetësuar domosdoshmë se ky njeri kur e ka të fuqi dhe nuk e shfrytëzon, definitivisht nuk kam fjalor për t'ia dhënë një pietet apo një definicion këtij njeriut. Një njeri logjik, shumë një njeri normal, më kujtohet si qeveria e Ibrahim Rrugovës, si Ramush Haradinaj, si Ashin Thaçit me ka 20-30 deputet, eventualisht dhe 37, sa ka pasur edhe Partia Demokratike, arrishin hopa të mëdhaj gjigant. Me 61 deputet nuk arrin ta konstituoj shtetin e Kosovës, ose është misionar, ose është i shmendur fare. Kështu e cilësoj. Ose është misionar, ose është definitivisht i shmendur. A ka vjet ku që Partia Demokratike me lëvizjen vetëvendosje? Shif këtu i vendos kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës nuk ka pas vjet ku që asnjëherë. Mirë, po Partia Demokratike e Kosovës është ma vigjilente se sa mendojnë këta. Albin Kurti e din që me Partinë Demokratike të Kosovës nuk mundet të shfrytëzohet si trampolin për interesat e tij. Dhe këtë e ka parasysh edhe lidershipi i Partisë Demokratike të Kosovës dhe jam shumë i sigurt sepse e din edhe ai. Çfarë presni me 7 qershor? Unë pres me 7 qershor fitoren e madhe dhe të thellë të Partisë Demokratike të Kosovës. Populli i Kosovës din me dhënë dashkimin. Edhe mendoj që ka ardhur koha ta ndeshkojmë këtë qeverisje, ta ndalojmë këtë gjakderë dhe të themi stop një herë për gjithmonë krizës aktuale në Kosovë. Kosova meriton më mirë. Dhe pres një rezultat që ndoshta do të shokohet edhe vetë kryeministri aktual. Se po duket se ju kanë prish pak edhe marrëdhëniet me shtetet ku e diu nuk ka financuar ai. Për çfarë po mendoni? Po, so kam në informacione, tash nuk është prit më në Greqi prej ku e diu prej atyne biznesmenëve që financohet, apo eventualisht edhe ju kanë ndalu, ndoshta mirë po shty e keq përdor dhe më prap vinë buxhetore të shtetit, sepse nuk ka mujtë me realizu disa projekte famkeqe që kanë pas të bojnë për Kosovën, sidomos në ekonominë e Kosovës. Këto gjëra janë ndalu dhe këtu do dalin edhe më mërmenja që tash edhe lidershipi i Partisë Demokratike të Kosovës, më mërmenja që faktikisht edhe po potencohet vazhdimisht, mirë po ligji ja lejon disa gjëra, po do t'i rregullojmë. Cilat do t'jenë hapat e parë që do t'i ndërmarrë në rast se Partia Demokratike e Kosovës bën qeverinë? Hapat e parë, në krye me kryeministrin Bedri Hamza, hapat e parë do t'jenë domosdoshmë rritja e rrogës 100% e sektorit publik. Hapi i dytë. Sa do t'jetë? 50%. 50% e pagës, domosdoshmë. Hapi i dytë nëse menaxhohet nga zotëri Bedri Hamza është siguria nacionale, domosdoshmë dhe energjetika. Që këto gjëra domosdoshmë që po zhvillohen me hapa shumë të shpejt, mirë po ne si Kosovë kemi bërë shumë rapa. Dhe si edhe antarësimi që jam i informuar në detale se kryeministri në ardhje Hamza ka dhe premtime direkte dhe pe faktorëve kyç të antarësimit të Kosovës në NATO. Këto janë hapat e parë dhe të domosdoshme që i duhen këtij vendi. Faleminderit shumë për prezencën. Faleminderit dhe juve. Faleminderit. Këtu e përfundojmë intervistën për sot, që me intervistat e radhës. Ju faleminderit.